dhe si partia më e madhe opozitare tash e 2 legislatura, ne do t'japim kontributin në arritjen e marrëveshjeve për të mirën e Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës. Për çdo pikë ku do të kërkohet vota jonë, do të kemi kërkesa që burojnë nga nevojat e qytetarëve, politikat e guximshme për përparim, jo stagnim, dhe aty nuk do të bëjmë asnjë kompromis. Nuk do të bëjmë kompromis as në vendimet që janë të nevojshme për rrugtimin e Kosovës drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe rujtjes së aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet mike. Por këto çështje i takojnë sesioneve të ardhshme. Ndërsa tani kolegë të nderuar deputet, dua të përmbyll këtë fjalim me një shqetësim besoj të shumicës sonë këtu lidhur me procesin gjyqësor në Hagë. Raporti i shtetit tonë me themeluesit e OÇK-s, që njerësh janë edhe themelues të shtetit, me procesin që po zhvillohet kundër tyre në Hagë, i cili tash është në përfundim, kërkon qasje më dinjitoze, më të matur dhe më unifikuese. Prandaj, pavarësisht dallimeve politike, dinjiteti institucional dhe mbështetja e drejtë për ta janë detyrim i përbashkët i yni. Në këtë kontekst, pasi edhe vetë ju këto ditë keni qenë dëshmitar të kërkesave absurde të prokurisë në Hagë, unë nga kjo seancë ju njoftoj se në seancën e parë të punës do ta procedojmë votimin e rezolutës të hartuar dhe të propozuar nga ekspertë pavarur, rezolutë që tash është i dorëzuar Kuvendit, me të cilën kërkohet gjykim i drejtë, i panshëm dhe profesional në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare dhe në respektim të plotë të drejtave të njerëzit. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë duhet të respektojnë marrëveshjen me Republikën e Kosovës, që gjykata të operojë në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës Kosovës, e cila në brendi i ka të gjitha standardet më të mira ndërkombëtare. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara të Kosovës